Mirëmbrëma Gorishti, mirëmbrëma banor, mirë se keni ardhur në këtë fest, takim brezash, një fest tradicionale që i takonte edhe krajinës së Gorishtit. Mirë se keni ardhur në fshatin Mërtiraj, në lagjen Mustaj. Ju jeni bi dhe bija të këtij vendi. Më takon mua t'ju them faleminderit që pranuat që t'isha prezantuese dhe moderatore e këtij aktiviteti artistik, kulturor dhe tradicional. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë banorët e krajinës së Gorishtit, veçanërisht për fshatin Mërtiraj, por këtu në këtë shesh të madh të rregulluar kaq bukur, them të drejtën sa erdha o surprizova, nuk e prisja të ishte kështu në një mënyrë të tillë, duke parë dhe rrugën, infrastrukturën, një fshat që banorët pothuajse kanë ikur, shumë pak prej tyre jetojnë dhe banojnë këtu. Mendova se do ishte diçka ndryshe, por nga të gjitha festat tradicionale që kam përjetuar dhe prezantuar në këtë sezon veror, kjo është një nga festat më të bukura, e them me plot gojën sepse shoh një shesh të rregulluar, pozicionuar me banderola që tregojnë se vërtet e doni vendin tuaj, dhe pse nuk jetoni këtu, ju luftoni dhe sakrifikoni që ta ktheni atë në një fshat dhe një krahin që edhe pse s'ka banor, ajo të jetë e njohur jo vetëm për qarkun e Vlorës, por për mbar Shqipërinë. Të dashur banor të Gorishtit, bija të Mërtirajt, miq të ardhur nga larg dhe të gjithë ju që mbani në zemër këtë krahin. Mirë se vini në këtë ditë të madhe, në këtë takim të shenjtë brezash, ku koha ndalet, kujtimi ngrihet në këmbë dhe krenaria na mbush mushkëritë. Sot jemi mbledhur jo thjesht për të festuar, por për të kujtuar, për të nderuar, për të përjetuar dhe për të ringjallur historinë e kësaj toke që ka parë gjithçka: djersën e bujkut, shpirtin e mësuesit, mendjen e agronomit, guximin e inxhinierit dhe mbi të gjitha gjakun e dëshmorëve. Këtu jemi në zemrën e Gorishtit, aty ku malet flasin, aty ku lugina ruan kujtime, aty ku çdo gur ka një emër dhe çdo trun ka një histori. Krajina jon ka parë kohë të lavdishme, ka mbajtur mbi shpinë barrën e jetës edhe kur rrugët ishin balt dhe ferr, kur dritat ishin ëndër dhe largimi për shumë prej nesh u bë një plagë që s'u mbyll kurrë. Por Mërtiraj dhe Gorishti nuk vdesin, sepse rrënjët tona janë më të thella se çdo ikje, sepse zërat tanë edhe në heshtje këndojnë. Kjo fest nisi si një takim i vogël prej disa banorësh të fshatit Mërtiraj si iniciator të kësaj feste tradicionale që mori për masat e kaq të mëdhaja si këto që janë sot. Ishte një djalë nga Mërtiraj, Ardian Ferraj dhe Petrit Demaj, të cilët telefonuan Arditin, një djalë tjetër nga Gorishti, të cilët kërkuan që të realizonin një takim të vogël dhe Arditit merrte përsipër anën teknike për ta realizuar këtë takim në Mërtiraj. Realizimi i këtij takimi në Mërtiraj nuk vjen sepse këtë e kanë kërkuar banorët e Mërtirajt. Këtu, kjo fest sot është për të gjithë gorishjotët, për ata që janë nga fshati Rexhepaj, ata që janë nga fshati Adëraj dhe ata që janë nga fshati Mërtiraj. Kjo fest u zhvillua sot në një datë të jo zakonshme, siç bëhet zakonisht festat verore. Ato zhvillohen në muajin gusht sepse edhe emigrantët janë më të lirë dhe ndodhen në trojet e tyre. Por kjo fest u zhvillua në 13 shtator si për të vetmin qëllim që edhe krajina e Gorishtit, edhe Gorishti vetë dhe banorët të përjetonin një fest tradicionale, qoftë me pak apo me shumë njerëz, për mos qenë vetë fshatrave të tjerë, sepse të gjithë fshatrat e lumit të Vlorës dhe të gjithë fshatrat e Shqipërisë e zhvilluan festën tradicionale. Ky ishte qëllimi i kësaj feste. Dhe në fakt falenderimet bëhen gjatë fundit të aktivitetit, po unë do ta nisja me një duar trokitje të madhe për zotin Ardian Ferraj, i cili është organizatori kryesor dhe një nga financuesit e këtij aktiviteti sot. E dyta duar trokitje shkon për Petrit Demaj, një bashkëpunëtor i Ardianit, financues edhe ai dhe organizator në këtë takim, por një duar trokitje e madhe shkon për Ardit Zotaj, një djalë nga Gorishti, i cili e mbështeti teknikisht të fest dhe ka qenë hap pas hapi në bashkëpunim me të dy djemt e fshatit Mërtiraj. Dhe një duar trokitje e madhe për të gjithë ju që gjetët kohën, mundësinë dhe erdhët sot këtu për ta bërë këtë fest më të bukur. Sot në këtë skenë do të ngjiten bi dhe bija tuaja. Unë kam nderin që të ftoj në skenë sepse tradita e labit është që
kur kemi një dasëm apo një ceremoni festive, i zoti i shtëpis hap këngën apo muhabetin. Kam nderin që të ftoj grupin e Gorishtit, Vatra Gorishote, me djemt tuaj, të cilët kanë pushtuar skenat jo vetëm kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare. Kanë korrur çmime, kanë marrë vlerësime, por më në fund ata kanë marrë shumë duartrokitje. Dhe kjo duartrokitje e madhe ju shkon atyre. Ftoj grupin Vatra Gorishote. Jesje një fshato mor po je krajina. O Korishto vëndivina, jesje një fshato po je në amas je një fshato po je krajina. Si një fshat po je krahina, i fshatra rreth të vina. Si një fshat po je krahina, i fshatra rreth të vina. Ma je qytetit e lartë, flet për historinë e lashtë. Ma je qytetit e lartë, flet për historinë e lashtë. Flet për historinë e lashtë. Aman historinë kush të ka shkruar, i trimat e vë burat e zjuar. Historinë kush të ka shkruar, trimat e vë burat e zjuar. Ama trimat e vë burat e zjuar. Je tradita o moj ka trashëgua, der më dere dhe vatër shtruar. Tradita ka trashëgua, der më dere dhe sofër shtruar. Der më dere dhe sofër shtruar. Kujtojmë dhe prezat e parë, i dhe për ta o jemi krenarë. Kujtojmë dhe prezat e parë, dhe për ta jemi krenarë. Ama dhe për ta o jemi krenarë. Je lasht historia jote, je këdhëndur Vatra Gorishote. Je lasht historia jote, këdhëndur Vatra moj Gorishote. Ama këdhëndur Vatra moj Gorishote. Kam nderin të ftoj në skenë një artist të madh, një artist që nuk është vetëm një këngëtar, ai është një solist, është aktualisht solist i grupit Lab Autoktonët, ai është Bujar Sinani dhe unë e thash në kryet erës, zemra dhe dera e Gorishtit është e hapur për të gjithë mysafirët dhe miq. Ftoj Bujar Sinanin. No
mante, gjithmonë në dua, onën në ime të desha shumë. Sa erë së muresha, rije pa gjumë, isha i vogël, shumë i gëzuar. Nëna më mante, gjithmonë në dua, onën, na ime shumë. Ka burra që nuk kërkojnë duar trokitje, por i meritojnë ato me dinjitet. Sot kam nderin të ftoj në skenë një emër që lidhet me rrënjët tona, me tokën, me kujtimin, me dashurin për vendlindjen. Është një banor dhe biri Gorishtit, Zotin Qemal Sinani. Është një ndër ata që i përkasin brezit të njerëzve që kanë jetuar me zemër për këtë tokë. Përgëzoj Hamas, organizatorët e këtij eventi, sepse vetëm në këtë mënyrë do hapet perspektiva që kjo zonë të ringrihet. Këto evente sjellin atë që njohen me historinë dhe ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur konkretisht në këtë zonë. Njohen me gjendjen ekonomike të viteve që kanë kaluar. Edhe unë desha që të qëndroj çik më shumë në këtë pjesë. Njohen me shqetësimet, çfarë kanë qenë, si janë, dhe ajo që është kryesorja, çfarë do të bëjmë më tej. Ne të gjithë jemi dëshmimtar, po ndoshta jo, sepse organizatorët e këtij takimi, e këtij eventi, shumica janë të ri. Edhe patjetër që i njohin se çfarë ka ndodhur. I dini, kanë lexuar. Po shumica jonë i ka përjetuar. Kur po vija që parë nga qyteti i Vlorës për në fshatin Mërtiraj, po udhtoja në makinë me një zotëri që ju besoj se shumica juaj e njihni sepse ka punuar në naft, Aliko Zotaj. Dhe në fakt kur po vija rrugës po më tregonte që i shikon këto puset e naftës këtu dhe në një kodër ndodheshin më shumë se 30 puse nafte. Unë tha i kam prekur të gjitha këto puset e naftës dhe ka akoma edhe më shumë. Ju jeni një popull që keni vuajtur shumë. Keni vuajtur shumë për shkak të infrastrukturës, keni vuajtur shumë dhe për shkak të punës së rëndë që keni bërë ndër vite, pra për brezin e ri, prindrit e tyre, gjyshrit e tyre, por dhe për ju që jeni sot në një moshë pensioni apo të konsiderueshme, i kujtoni edhe me nostalgji, por edhe me dhimbje ato vite. Dua të përshëndes të gjithë punojësit dhe ish punojësit e naftës që kanë punuar ndër vite në gjithë krajinën e Gorishtit, kanë dhënë shpirtin dhe djersën. Të gjithë ata që ndodhen këtu, por dhe ata që ndodhen jashtë kufive shqiptarë. Kam nderin të ftoj sërish në këtë skenë një njeri që mban në zemër këtë krahin dhe përfaqëson atë me krenari. Ftoj zotin Fadil Hoxha. Përshëndetje vëllezër dhe motra Gorishot. Unë jam Fadil Hoxhaj nga fshati Adaraj. Fatje deshi që në moshë të re, që në 17 vjeç, unë të jem punoj si ndërmarrjes njerëz naftës Gorisht. Sa për pak historik për naftën, me që këtu ka Gorishot, po ka dhe djemë të rinj që nuk e kam përjetuar atë kohë. Në vitin 1966, 200 metro më largë neve këtu lartë, ka dhenë naft pusi i parë. Dhe që nga jo kohë dhe deri sot, vazhdojnë që ky vënd, këto vatra Gorishotet, të furnizojnë me naft atë dhe unë tonë. Ka njerëz që edhe pse jetojnë larg janë më pranë se kushdo, me zemër, me vepra dhe me dashuri. Sot dua të përmend dhe të ftoj në skenë një prej njerëzve pa të cilët kjo fest nuk do të ishte kaq e bukur, kaq dinjitoze, kaq e organizuar. Zotin Ardian Ferraj, një nga organizatorët kryesor të këtij takim brezash, një prej mbështetësve financiar që e ka bërë të mundur këtë mbrëmje dhe mbi të gjitha një biri Gorishti që edhe pse jeton jashtë kufive shqiptar, nuk e ka ndarë kur shpirtin nga kjo tokë. Ai është dëshmia e gjallë se dashuria për vendlindjen nuk njeh kufi, nuk ka pasaport tjetër veç asaj të zemrës. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në trojet tuaja.
Ju përshëndes, jam Ardian Namik Ferraj. Si kjo ditë të kemi edhe ditë të tjera në vite të tjera. Ju përqafoj fort të kaloni një mbrëmje shumë të bukur vëllezër dhe motra. Kështu qofshim gjithmonë. Tani do të ftoj në skenë një djalë të Gorishtit, të krajinës së Gorishtit. Ai është një zë tashmë që ka fituar audiencën e tij në skena të mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare. Quhet Montelio Zekaj, shumica dhe të gjithë ju e njihni. Bashkë me të do të jetë dhe një djalë i talentuar me një zë të mrekullueshëm, i cili është i njohur në tregun muzikor, Rej Likaj. Të bardhë, lije duke qeshur moj, të takoje djallë, kur zbrisje nga mali dhe moj, me një kalë të bardhë, lije duke qeshur moj, të takoje djallë, unë sytë nga mali dhe moj, ti sytë nga deti, ajde vajzë gjani moj, se së bëhet gjameti, izi u i varfëri, unë ty të besoj, prit të vi behari moj, që ty të takoj. Buzë detit moj, bashk në një full bardhë, ajde vajze dashur moj, që të shuaj malë. Zbrisja buzë detit moj, bashk në një full bardhë, ajde vajze dashur moj, që të shuaj malë. Unë sytë në mali dhe moj, ti sytë në deti, ajde vajzë gjani moj, se së bëhet gjameti, izi u i varfëri, unë ty të besoj, prit të vi behari moj, që ty të takoj. Ajde moj të lëza në kafar, të vi më qas as më qas. Ajde moj të lëza në kafar, të vi më qas as më qas. Ajde të shkëmbej më syt, unë të putet ti të mit. Ajde të shkëmbej më syt, unë të putet ti të mit. Nuk ti falë dot, nuk ti mendja çdo të thot. Ajde unë syt nuk ti falë dot, nuk ti mendja çdo të thot. E po se u së mura për tyja, nuk petosh dashuria. E po nu së mura për tyja, nuk petosh dashuria. Në këtë mbrëmje të veçantë, sot faktikisht mu bë zemra mal, sepse do të ngjitet në skenë një vepër arti, më lejoni ta quaj kështu, sepse këtu në këtë skenë do të ftoj tani burrat e Gorishtit, pasi do të interpretojnë vallen tradicionale të hershme të burrave të Gorishtit. Kjo valle është një vallje e cila është udhëhequr dhe udhëhiqet nga solisti Luan Caushaj. Një duar trokitje për grupin e valles dhe burrave të Gorishtit. Ali pasha pash me namu, Ali pa, Ali
nanë, me korri, me korri që zuri nanë, me korri që zuri nanë, për dy vasë që i vranë, për dy vasë që i vranë, për dy vasë që i vranë, do ta shuaja të farë, do ta shuaja të farë, do ta shuaja të farë, do ta shuaja të farë. Pasha mos kurqa prasë, Dal pasha mos kurqa prasë, Dal pasha mos kurqa prasë, mi dëgjo mua dy fjallë, mi dëgjo mua dy fjallë, mi dëgjo mua dy fjallë, për balke burra të rallë, për balke burra të rallë, për balke burra të rallë, Gorisho zemër së rallë, Gorisho zemër së rallë, Gorisho zemër së rallë, Gorisho zemër së rallë, I ketri mëra I vrarë, I ketri mëra I vrarë. Një zë që ka prekur zemrat e shumë brezave, një artiste që ka ardhur sot për të kënaqur banorët e Gorishtit me muzikën e saj të veçantë. Ftoj me një duartrokitje të zjarrt në skenë Ermelinda Biçaku. Jemi lindur besa kënga labe të mostesë, kënga mojë më thuaj mua, ku I ke rënjët e tua. Jemi lindur besa kënga labe të mostesë, kënga mojë më thuaj mua, ku I ke rënjët e tua. Kënga labe moj pisnike, traditati latinite, isolabe more shokë, se që ka zilin jo botë. Kënga labe moj pisnike, traditati latinite, isolabe more shokë, se që ka zilin jo botë. Kam nderin të mirëpres në skenë një grua të jashtëzakonshme, bie e Gorishtit, me zemër të palëkundur shqiptare dhe shpirt që mban gjallë çdo rrënjë të parve. Ajo jeton dhe punon larg dheut, por kur nuk e harron vendin që e formoi. Ajo është bashortja e të madhit Virgjil Kule, por mban emrin e saj Mimoza Ferraj. Ftoj Mimozën në skenë. Unë nuk do flas për gëzimet tuaja, se gorishjotët di si të gëzojnë dhe si din të kërcejnë, din dhe të dashurojnë. Unë jam Mimoza Ferraj, jam vajzë Gorishti nga Lagja Mërtiraj në Mustaj. E kam vizituar shpesher dhe kam bashkëpunuar me zotin Sinanaj, I cili përcaktoi që nga 90-ta deri tani ka qenë afër me dhimbjet e gorishjotëve. Atë për të cilën dua t'ju them unë. Shumë shpejt unë kthehem në AD. Kam një eksperiencë 26 vjeçare në gjykatën e lartë të shtetit të New Jersey në Amerikë si ndihmës gjyqtare. Ju premtoj të gjithë bashkëftarëve të mi, gorishjotëve, ata që jetojnë brenda shtetit dhe ata që janë jashtë shtetit, për të cilën kanë zëmrën këtu. Dhe unë nuk do ndryshoj pak diçka që folim më parë
bashkëtari ynë që ka 50 vjetë eksperiencë, që tha këtu, që tha sepse ata që ka qëndruar këtu e duan më shumë Gorishtin, nuk është e vërtet. Gorishtin e duan të gjithë ata që kanë gjak Gorishjoti, por atë që ju premtoj unë është faktin që eksperiencën që ka marrë në gjykatën e lartë juridike dhe të gjithë njohuritë që kam nga ana juridike, ju premtoj se dëmi që ju është bërë Gorishjotëve nga qeveritë që nga 90-ta dhe këtej, dhe sidomos urdhri i kryeministrit të vitit 95 që mashtroi 165 familje të naftëtarëve duke i shkëputur këtu, duke i dhënë në lagjen e Orizit ku jetoj, aty ku thonë lagja e naftëtarëve, dhe i mashtroi me 4 apartamente, në mos gabojmë 4 janë apo jo, 165 fshatarët e mi, ju premtoj se drejta e tokës për të cilën luftuan për demokraci do t'ju vejnë mbrapa. Dhe tani po e mbyll vetëm me një shprehje për të cilën unë e kam marrë nga ana e Veriut, por duhet ta lexoj sepse unë jam nga jugu. Ta mbaj mend çdo Gorishjot, jo vetëm ai që është sot këtu dhe gjithë brezat që do të vinë. Ta mbaj mend të shprehje për cilën unë e kam marrë borxh nga ana e Veriut. Gorishjotin nuk e kanë nxjerr nëna nga barku, por pushka nga qarku. Faleminderit shumë. Ka burra që nuk kanë bërë zhurmë, por kanë bërë histori. Ka njerëz që nuk janë larguar kurrë, jo për shkak të mundësive, po për shkak të zemrës. Një njeri që e ka mbajtur Gorishtin gjallë me shpirtin e tij, një burr që nuk e ka lëvizur asnjëherë hapin nga trojet e të parëve, që ka qenë para roje çdo nisme, i gatshëm për të kontribuar, për të ndihmuar dhe për të qenë aty ku fshati ka pasur nevojë. Dua të ftoj zotin Avnis Këndaj si një simbol i qëndrueshmërisë, i përkushtimit dhe i dashurisë pa kushte për vendlindjen, një njeri me zemër të madhe dhe me rrënjë të thella në Gorisht. Ftoj zotin Avnis Këndaj të vinë në skenë. Ju falenderoj për ftesën, megjithëse unë do vija patjetër, dhe së dyti falenderoj 2 djemt e shkëlqyer, grupin e shkëlqyer me gjitha arditin dhe krahun e tia të kësaj organizate që organizojnë këtë festë të madhe këtu në Mërtiraj. Kam një bindje që djemt e Gorishtit, si këta 3-4 djemt, si 2 ata organizator arditi e shumë djemt të tjerë, këtë krahin duhet ta nxjerrin në dritë. Dhe i lutem Gorishjotëve, ta duan njëri tjetrin jashtëzakonisht shumë, të jenë të dashur e të respektuar. Më shumë se sa të bëhet i Gorishjoti, nuk të bëhet asnjë. Ftoj zotin Faku Meminaj në skenë. Unë jam Faku Memini, biri i këtij vendi, lindur, rritur dhe punësuar këtu. Për fat të mirë, në vendlinjen time ku kam lidur jam shkolluar dhe ka i merr hapat e para të jetës, më ra fati që të punoj një kohë shumë të gjatë prej vitesh në fshatin tim Gorishtit. Dua të përgëzoj të gjithë juve që jeni mbledhur këtu sot, keni gjetur mundësinë për të ardhur, edhe pse infrastruktura këtu është jashtëzakonisht e keqe, jo ajo e duhura që i takon Gorishtit, dhe keni mbledhur, keni mundësinë për të marrë pjesë në këtë ceremoni festive, të cilët prej kohësh duhet ta kishin filluar me një fjalë urtë popullore thotë në nivou sa kur. Gorishti, siç e dini, përbëhet prej 3 fshatrash edhe ne jemi një nga fshatet e Gorishtit. Më vjen mirë kur shikoj që prej 30 e ca vitesh me ndryshimin e sistemit ka ndryshuar çdo gjë, të gjitha parcelat të cilat ishin me prrallë apo me pyje janë kthyer në plantacione me ullishte dhe me vreshta. Nuk e mendoja asnjëherë se mund të më vite radha të ftoja në skenë unë, si Anila, një ikonë të televizionit apo të televizioneve. Një njeri të jashtëzakonshëm në karrierën e tij, me një zë karakteristik, të veçantë, të dallueshëm. Ai ka shoqëruar breza dhe ka ndriçuar ekranet tona.
unë kam nderin e madh të ftoj në skenë zotin Virgjil Kule, i cili sot jo vetëm është një mysafir i veçantë i kësaj feste, por ai është edhe dhëndër në Gorisht. Ftoj zotin Virgjil Kule. Është kënaqësi e veçantë për mua që ndodhem këtu në fshatin e naftëtarëve, në fshatin e ullinjve, në fshatin e njerëzve të punës, në fshatin i cili ka pasur një histori shumë të lavdishme dhe që me sa shikoj këtë histori do ta vazhdoj me përkrahjen dhe me kontributin e të gjithë gorishotëve, si ata që ndodhen këtu dhe si ata që janë jashtë atë dheut. Për Gorishtin kemi dëgjuar prej vitesh tashmë, një vend që ka pasuruar gjithë Shqipërinë me naftën e tij. Një vend që ka rritur njerëz të lavdishëm, njerëz të cilët të heshtur kanë treguar vepra të vërteta heroizmi. Unë dikur kam dhënë lajmet në televizionin shqiptar dhe Gorishti është përmendur shpesh. Është përmendur shpesh për pasuritë e tij nëntokësore dhe uroj që të ardhmen ta ketë po aq të ndritur sa ka pasur edhe si thuash atë vrull, atë përkushtim që ka treguar gjatë gjithë historisë së tij naftëmbajtëse. Ju përshëndes edhe një herë dhe ju uroj vazhdim të këndshëm të kësaj feste të organizuar mjeshtrisht nga organizatorët dhe nga ata që e kanë financuar. Faleminderit. Historia ka treguar se burrat kanë shkruar historinë ose kanë qenë pjesa më e madhe e historisë. Por ne e kemi treguar me vepra se dhe gratë din t'ja dalin. Jo vetëm në jetën e tyre të përditshme, por ato kanë mbetur edhe heroina, edhe dëshmore, ja radhitur në radhë me burrat e parë të kësaj krahine dhe të gjithë krahinave të tjera të Shqipërisë. Kam nderin të ftoj një vajzë të re në moshë, e cila është bie e Gorishtit nga ky fshat, Ariola Sinane. Të nderuar pjesëmarrës, bi dhe bija të kësaj krahine, miq dhe të afërm. Ndihem thellësisht të nderuar dhe shumë emocionuar që mu besua mua kjo fjalë përshëndetëse në këtë takim që bashkon brezat dhe forcon lidhjet tona me rënjët. Unë jam bi e fshatit Mërtiraj. Nuk kam lindur në Gorisht, por jam rritur në këto troje në këta gur, duke kaluar 7 vite të fëmirisë sime pranë gjyshërve të mi, Vero dhe Bexhete Sinani, të cilët megjithse sot kishin shumë dëshirë të ishin pjesë e këtij takimi, për shkak të moshës së tyre të thyer nuk mund të vinin dot, por përmes nesh dërgojnë për të gjithë ju për qafimet e tyre të ngrohta. Nga fëmiria ime në fshat, unë mbaj mend çdo gur dhe gardh, por ajo çfarë më vjen menjëherë në mendje janë mëngjeset. Mëngjeset e zhurmshme në rrugët e fshatit ku gumzhinin njerëz, të rinj, fëmijë. E ndërsa sot, teksa rikthehem her pas here me keqardhje them se vetmja gjurmë që tregon se këtu ka jetë janë cicërimat e zogjve dhe gjinkalave. Prindrit kanë kultivuar tek ne ndër vite vlerat dhe krenarin prej nga vim, nga jemi, rënjën, origjinën, identitetin. Një popull që haron rënjët e veta, rrezikon të humbasi vetveten. Falënderime të përzemërta iniciatorëve dhe organizatorëve të këtij aktiviteti, të cilët na rikujtuan këtë vlerë kaq të madhe. Më lejoni të bëj një falënderim të veçantë për të rinjt dhe të rejat, të cilët kanë mbartur ndër vite nga paraardhësit e tyre se janë gorishjot, por sot kanë ardhur për herë të parë këtu për të njohur trojet dhe për të njohur rënjët. Faleminderit që jeni mes nesh. Uroj që në vitet që vijnë pjesëmarrja të jetë edhe më e madhe, që të paktën një ditë në vit të ndjehet si dikur gumëzhima e njerëzve në rrugët e këtij fshati. Uroj shëndet dhe mbarësi për çdo gorishjot anë mban botës, të cilët për arsye të ndryshme nuk ndodhen me ne sot. E tashmë mes përqafimeve, mallit dhe kujtimeve, uroj për gjithë ju të kaloni një mbrëmje të këndshme vëllazërore. Faleminderit.
Në gjithë të ditë organizimi që më ka lindur rasti të takoj organizatorët, atë që kam parë më të shqetësuar në gjithë këtë rrugtim deri në finalizimin e këtij aktiviteti kulturor, është një bir i Gorrishtit, një djalë i këtij fshati, i cili edhe kur uleshim në ato kafet e shkurtra bisedë, gjë e parë që thoshte, o po jam i shqetësuar, si do shkoj, si do organizohet. Ai është jo vetëm një nga organizatorët, por edhe financuesi i kësaj feste, por dhe një djalë punëtor që punon këtu edhe pse jeton me familjen e tij në qytetin e Vlorës. Kam nderin të ftoj zotin Petrit Demaj. Përshëndes të gjithëve. Faleminderit për pjesëmarrje. Inshallah vitin tjetër të 3 fishojmë e të 10 fishojmë. Do na falni që për gabimet apo për mangësitë që kemi me këtë festë, se mund ta bënim edhe më mirë. Ju falenderoj të gjithëve. Mirë, një falenderim shkon për Petritin, një falenderim shkon për të gjithë pjesëmarrësit, një falenderim shkon për orkestrën, për këngëtarët, për miqt mysafir, sepse këtu sot midis njerëzve kemi dhe mysafir apo miq të veçantë. Miq që janë të Petritit, të Ardianit, të Arditit, një ndër ta që e përshëndesim është dhe avokati Besnik Binjaka, i cili na ka marrë pjesë sot këtu, edhe pse është djalë nga fshati edhe një mirë traditën, por është sot një pjesëmarrës në këtë festë, e përshëndesim. Do doja shumë që të mos mërziteshin, sepse tani do të ftoj në sken grupin Lab Autoktonët për të përshëndetur me këngën e tyre të ditë. Do doja shumë që Bujari dhe Emilia Lushaj të qëndrojnë këtu sepse do të realizojnë duetin e tyre, një këngë e re e cila nuk ka dalë në tregun muzikor, ata e kanë regjistruar, po ju ofrojnë juve për herë të parë ta dëgjoni dhe ta shijoni. Emilia Lushaj, Bujar Sinani.
la, oh la la, oh la la li la la li li la la. Atë vetu, atë syt, e unë bete më duke lute hyrjeve këputur, e unë luse kërkoj ty, atë vetu, atë syt. Më do të jo edhe më fest, më do të po edhe më ndes, nata zjatet edhe zjatet, pakionat me on nuk matet, më do të jo edhe më fest, Shë një buzës tënde duke si një brushtëre kur muke, se në syrin tënë të zi, në të sy të zi ma zi. Shë një buzës tënde duke si një brushtëre kur muke. Më do të jo edhe më fest, më do të po edhe më ndes, nata zjatet edhe zjatet, pakionat me Momentalisht dua të ftoj në skenë një djalë nga Gorishti, i cili ofron një melodi të jashtëzakonshme, një melodi të cilët e kanë përdorur të parët tanë. Ai luan në fyell dhe quhet Arjan Mehmetaj. E ftoj të ngjitet në skenë për të na ofruar një melodi nga fyelli i tij. Dua të ftoj sërish një burr nga Gorishti me origjinë, i cili në emisionin Autokton ka dhënë një intervistë ku më ka bërë përshtypje mënyra se si flet me pasion dhe dashuri për vendlindjen e tij dhe për krahinën e Gorishtit. Ftoj zotin Dasho Avdiu. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar ju organizator, dua të falenderoj Petrit Demaj, Ardian Ferraj, Ardit Zotaj, biri kësaj treve që punon në Tiranë, njëkohësisht edhe gazetaren News 24, Anila Hamataj. Gjithë krajina e Gorishtit ka historinë e vetë, edhe në luftën e parë botërore, edhe në luftën e Vlorës, me qetën e vetë, me Salo Islamin në fillim,
që ranë 14 dëshmorë në 20-ën. Po kështu, edhe në luftën nacionale shqiptare, në 3 qershor 43, u krijuo qeta e Gorishtit, me bijtë e saj, ku dhanë jetën rreth 32 veta dëshmorë. Po fshati ynë pati edhe një fat tjetër, që mas çlirimit bëri reformën agrare. Nësa tashti në 90-ën neve reforma ishte me 7.051, që nuk i ngjajti 46-ës. Dua të them edhe që kanë ikur. Kanë ikur mjaft të rinj në emigrim, të cilët sot po rikthehen edhe kanë bërë bagtie, bujqësi, pemtore, udhinj, vreshta, po rindërtojnë vendin dhe janë shenjat të mira. Ne duhet i inkurajojmë këta edhe të brorasim për ta. Faleminderit të gjithëve. Do të ndjekim tani 2 këngë të grupit të Gorishtit, pastaj fjalën time përmbyllet të pjesëmarrjes në skenë, por do të vazhdoj festa, nuk do të largohet askush nga ju, sepse ajo ende s'ka filluar. Do të këndojnë këngëtar, do të kemi orkestrën, kemi një mysafir të veçantë në klarinet që do ta prezantoj pas pak. Ndjekim 2 këngët e para dhe të fundit të Gorishtit. Uvra këta prindrit tanë në luftën e italianë, flamurin me gjakellanë. Komandant Halim Rakipi, zemë shkërbesë petrit, në papicë armiku prit. Fyt me italianë, beti haliniran, me 10 shokër që kishte pranë, të gjithë Gorishotë janë. Ka polam që ka pedanë, ka solur për me madjanë, shaskë që anisi hanë, zenel e gjelilë menanë. I dhe calua o për mbilogore, por si luan një të buarte, ademive ti vrarë, e kapitlu bima buar. Moj kalaja në kanino, priti, po të vine, Gorisht kudës e smokthine, Malakastër labërine. O ju trima, ju o Gorishotë, shumë vrate o blagoste, bashkë me tremat të tjero, Malakastër te peleno. Se shkëndo të lëza, lartë luka me nicu, mali se që na merë, për ty o Gorishtë. Se shkëndo të lëza, lartë luka me nicu, mali se që na merë, për ty
të jepë freskino, lëndinat për sipër të shtojnë bukurino. Vjosa të vete, të jepë freskino, dhe lëndinat për sipër të shtojnë bukurino. Lëndinat për sipër të shtojnë bukurino. Kemi kur largo ty jas të harrojma, do kthehemi prapë, ty do të ndërtojma. Kemi kur largo ty jas të harrojma, do kthehemi prapë, ty do të ndërtojma. Do kthehemi prapë, ty do të ndërtojmë. Do kujtojmë të parë, të shkruar në gurë, brezat që do vinë, mos t'i harrojmë kurrë. Do kujtojmë të parë, të shkruar në gurë, brezat që do vinë, mos t'i harrojmë kurrë. Brezat që do vinë, mos t'i harrojmë kurrë. Zoti Fetasi Nana I ka një surprizë, po? Unë kam një surprizë për djalin ton më talentuar, unë si më moshatar I grupit Gorishtit. Sot këti djali do I dorëzoj kostumin e shëtit tonë. Po prapë kështë një mesazh shumë I fortë. Një mesazh që një zotri në mosh dhuron kostumin për një brez të ri. Stafeta I takon brezit të ri. Një duar trokitje për veprimin që bëri. Bravo. Një veprim fantastik. Fantastik. Shumë e bukur kjo surprizë në fund për të gjithë ftuarit. Pata emocionet isha vërtet për para jush për ta prezantuar këtë aktivitet. Unë vërtet jam nga brata I Vlorës, një vajzë nga fshati, I lindur dhe rritur aty, I di mirë traditat, rritet, doket dhe zakonet që ka Lapi. Jam, le të them, alternuar shumë mirë me Gorishtin, me të 3 fshatrat, kam miq të mirë në Gorisht, miq të familjes time nga babai dhe nga bashorti, edhe miq të mi dhe të djalit tim, sepse është 20 vjeç, nuk është I vogël. Faleminderit shumë që më dëgjuat, patët durimin dhe pritët me pa durim të prezantoja secilin prej të ftuarve të kësaj skene. Do të bëj një falenderim të veçantë për çdo gorishjot që kam takuar në jetën time, në veçanti të gjithë ata që përpiqen, sakrifikojnë, luftojnë për ta çuar zërin dhe emrin e Gorishtit më lart. Do të falenderoj me zemër organizatorët dhe të gjithë ata që e mbështetën këtë aktivitet, sepse rëndësia më e madhe të gjithë aktiviteteve janë sponsorët. Sponsorët e këtij aktiviteti janë 2 djemë të fshatit Mërtiraj, Ardian Ferraj, Petrit Demaj, mbështetur fuqishëm për anën teknike dhe realizimin skenik dhe gjithçka që shihni ju sot, nga djali tjetër I Gorishtit Ardit Zotaj dhe regjizori I emisionit Autokton, kolegu im, gjithë stafi im I Arditit, por dhe orkestra. Unë dua që të them një faleminderit të gjithë atyre që gjetën mundësinë brenda kushteve të tyre të ishin sot këtu dhe do të vazhdojnë ta shijojnë këtë fest, por dua të prezantoj para se të largojmë nga kjo skenë këngëtarët e mrekullueshëm do të na kënaqin sot Ermelinda Biçaku, Rei Likaj, Montelio Zekaj, orkestrën e mrekullueshme dhe klarinetistin e famshëm Jakub Kalivaçi. Faleminderit grupeve Lab, Autoktonët dhe Gorishtit, Vatra Gorishjote, Valle së Burrave, të gjithë të ftuarve. Kërkoj ndjes nëse kam harruar ndonjë njeri tjetër, por dua të them dhe diçka të fundit. Gorishti vërtet që nuk do të vdes kurrë, jo nuk ka vdekur. Pse? Sepse unë shikoj që të aktivizohet në të gjitha aspektet e mundshme, si në protestat për të kërkuar të drejtën e tyre rrugën, si në riorganizimin e shoqatës së Gorishtit për të zgjedhur djemë dhe vajza që janë të reja me brez të ri dhe kanë vizion,
siç bëri zotria para se të mbyllun këtë aktivitet, që i adhuroj kostumin brezit të ri. Ne duhet t'i dorëzojmë stafetën brezit të ri, por duam dhe mbështetjen tuaj, se pa dorën tuaj nuk ecim dot para. Faleminderit dhe kalofshi gëzuar sot nga Mot me këto festa kaq të bukura dhe vitin tjetër në gusht dua të shoh edhe 10 fish më shumë se sa kaq. Kalofshi një mbrëmje të bukur. Yes,